cep të vogël plot dritë e ngjyra. Aty kondrat marrin formë në letrat e bardha. Gjendet atelia e bukur e Afroditë Akikit, një vend ku fëmijët nuk vinë thjesht të vizatojnë, por të zbulojnë veten. Këtu çdo laps, çdo panel dhe çdo ngjyrë ka një histori. Afrodita me buzëqeshjen e saj të butë dhe durimin e pafund, i udhëheq fëmijët të hapin derën e imagjinatës. Ajo i mëson të shohin bukurinë edhe në një vit të thjeshtë, të besojnë tek duart e tyre të vogla dhe të krijojnë një zemër. Në këtë atelje, arti nuk është vetëm mësim, është lojë, është gëzim, është liri, është qasti kur një fëmijë kupton se brenda tij fshihet një botë e tërë me ngjyra që presin të shpërthejnë. Çdo fëmijë largohet me sy që i shkëlqejnë, me duar të njollosura me bojë dhe me zemër të mbushur plot krenari. Atelia e Afroditë Akikit është një strehë e bukur ku krijohet arti, por mbi të gjitha krijohen buzëqeshje. Cila ngjyrë të pëlqen më shumë? Ngjyra e kaftë. Ngjyra e kaftë. Po ngjyra e kuqe të pëlqen? Unë pëlqen. Të dyja të pëlqejnë. Do të na bësh ndonjë fiktore arshme? Po, Ke qejf? kam qef. Përveç se e njohim se është shumë e mirë në teatr, ajo din edhe të pikturojnë dhe kjo është Gonxha jonë. Përshëndetje Gonxhe. Përshëndetje. Si je sot? Jam shumë mirë. Të pëlqen këtu kur je? Shumë më pëlqen, se shumë më pëlqen vizatimi dhe sa herë vizatoj. Vërtet se herë në javë vjen? Dy herë në javë. 2 herë në javë? Dhe je kënaqur me mësuesen tënde Afroditën? Shumë. Çfarë të mëson ajo? Ajo më mëson plot të gjëra, për shembull hjezimet, shtypjen e lapsit, edhe kështu sende. Wow, ajo shumë të me vë- radhë. Të lidroj shumë dhe më tregoj se ti ke bërë një pikturë shumë interesante dhe ato vetë pa ndihmën e askujt, apo jo? Po, Edhe ja, këtu e kemi një voglush tjetër, i cili pikturon dhe është shumë i rregullt në orë. Kështu ndëgjova dhe kështu më tha mësuesja yte. Amira, është e vërtet kjo? Po, është shumë e vërtet. Sa herë në javë vjen? Unë e vi në kurs 2 herë në javë. A ke munguar ndonjëherë? Ka pas raste që kam munguar, po ato i kam zavendësuar. Wow, do me thënë si në orë të mësimit e ke këtu, a? Çfarë të pëlqen këtu më shumë? Më shumë më pëlqen shoqëria, se si na mëson mësuesi tjerë. Po, a do të vazhdosh me pikturën? Po. Ke vërtet që nga bukuroshe, po din edhe bukur të na vizaton. Çfarë ke vizatuar këtu zemër? një maç. Një mace. Kush të ka mësuar këtë macë të bukur ta vizatosh? Andrea. Kush? Andrea. Wow, ti Andren e ke njoftuar këtu? Po? Që sa vjet je këtu zemër? 6. Që 6 vjet. Po harrova të të pyes si e ke pat emrin, se unë harrova. Nil. Nil, wow, sa emri bukur. Mirë, a ke dëshirë të vish këtu? Shoqërohesh me shoqet për post që pikturon? Po? Sa bukur. Hajde ta shohim pikturën edhe një herë. Ja t'ja tregojmë të gjithë miqve tanë të vegjë se sa bukur e ka pikturuar macën kjo voglushe. Dobro večer, Andra. Dobro večer. Kako si? Dobro. Si se dopađe tuka? Много убаво. Да? Да. И гледам дека на вистина црташ многу убаво. Колку години доаѓаш редовно си тука кај твојата учителка Афродита? Да, редовна сум и доаѓам скоро 1 година. 1 година. И им помагаш, слушнав дека им помагаш многу на други деца. Да цртат. Многу убаво. Ја сакаш твојата учителка? Многу е добра и на сите им е многу посветена. Да, супер, редовно си? Да. Што сакаш повише да црташ? Јас најмногу сакам со водени бои да работам и со темперни. Комбинирано, значи. И ќе ни бидеш понатаму уметник или што мислиш? Јас сакам лично да бидам уметник кој ќе пораснам. Супер, многу успеси. Hvala. Po
Po ti voglësh si e ke emrin? Kroni. Kron, që sa vjet i ke filluar këtu të vish? Oh, ti 6 vjet i ke? Po, sa bukur. Kush ta ka mësuar këtë teknik të bukur të vizatimit? Mami. Mami, po me mësuesën ke mësuar? Edhe mësuesi edhe mami. Sa bukur. E çfarë pikturove këtu më trego? Çfarë ka këtu? Një goril. Po? Qielli dhe? I Superman. Wow, sa bukur. Shumë mirë. Po ti zemër si e ke emrin? Genti. Genti, çfarë që na ke vizatuar? Ti ke disa gërshar. Çfarë je tu ke bërë me këto gërshar? Çfarë? Disa dhëmë. Disa dhëmë të siroj të presësh, të lumë, Genti, të lumë, me sigurin do një krokodil je tu ke bërë, a? Po, apo peshkaqen? Peshkaqen! Po ti si e ke emrin zemër? Era, çfarë je duke vizatuar? Një fustan. Një fustan, wow, harës të mora disa. Vërtet ishte një fustan i bukur. A të pëlqen këtu kur do vish, pos që vizaton a shoqërohesh me shoqet e ra? Po. Po? A luani ndonjë lojë? Ndonjëherë. Mirë, a do të na bësh ndonjë piktore apo dizajnere, pasi që po dizajnon shumë bukur edhe fustane. Dizajnere apo piktore? Cilën do ta zgjedhësh? Piktore. Piktore, të lumë, bravo, ja, piktore. Nuk ka më mirë si piktore. Po ti zemër si e ke emrin? Esra. Esra, të pëlqen këtu që vjen? Po, shumë. Ti, si duket atje, aqë bukur ke pikturuar diçka të mrekullueshme, shoh. Wow. Wow, një këpurdhë, mirë po ajo këpurdhë ka një shtëpizë. Më duke si ato që është në shtrufi, shtëpite është... Po. E kam emrin Rona Elezi. Rona, sa vjet ke? 7. Edhe pak i bëj 8. Wow, për pak do i bëj 7. Po të pëlqen këtu të vish? Po shumë më pëlqen, edhe argëtohem me mësuesen. E argëtohesh me mësuesen? Po. Të ka mësuar mirë që të vizatosh? Po më ka mësuar fustane, një shtëpi, gjithë gjërat. Gjithë gjërat, zemër. Wow, po përpos këtu në shtëpi ti vizaton, të jep detyra mësuesja. Çka të pëlqen më shumë të pikturosh? Unë dua të pikturoj për vitin e ri, sepse ka ardhur viti i ri, edhe unë vizatoj më shumë për vitin e ri. Të pëlqen këtu puna? Pëlqen edhe mësuesi është shumë pozitiv. Vërtet? Të pëlqen edhe shoqëria njësoj? Po. Do të vish, do të vazhdosh të vish? Po. Çka kishe preferuar? Çfarë mesazhi të gjithë fëmijëve që të vinë këtu, apo jo? Po ju kisha thënë që me ardhë se edhe mësuesi është shumë e sjellshme edhe na mëson shumë teknika. Po unë këtu e kam një djalosh i cili duket pak sa rebel, por është shumë i talentuar. Po si e ke emrin ti voglush? Blin. Blin, sa vjet ke Blin? 5. 5. Dhe ti e ullur atje në një Skype. Si e ullur në këtë Skype të duket më mirë aty? Hajde të regom se çfarë ke vizatuar. Pa shikoni se çfarë ka vizatuar Blini. Blini është një fëmijë i gjallë, por me një talent të veçantë. Blini, do na bëhesh ti piktor? Wow, piktor edhe pak çapkan, apo jo? Përshëndetje, jom Anesa Fazliu, jom studente e shkencave dhe kompjuterike, jom konë në studente e Afrodita ki këtë 6 vjetë me radhë. Disa fjallë që i kom për ligjeratat dhe mësime që jep Afrodita ki këtë ndaj artit është një atmosferë ekstrem e mirë, janë 6 vitet më të mira që i kom kalu fëmiristime. Tash Afrodita ta gjithmonë e shef më thotë që jam studente të maj mirë edhe me ardhë këto fjallë prej një profesoreshës kaq të mirë si Afrodita Takiki, ki janë shumë fjallë që të prekin. Po, edhe të japin stimul për mandej. Gjithçysh, artin si vetë artist mundesh
e kombinuar me gjithë fushat tjera, sidomos në shkenca kompjuterike. Unë jam ende studente, po kom prirje si web designer, web developer, që shpreh shumë kreativitet, arti më kanë ndihmuar shumë të kesh durem, të rritesh, të inkurajohesh dhe si ta admirosh procesin e krijimit edhe kur ke sfida në to. Biona na pikturon shumë bukur dhe shifet me teknikën e saj të përsosur. Biona që të pëlqen këtu, Po, sa herë në javë vjen? 2 herë në javë. Të hanën dhe të shtunën. Ke mësuar kështu teknika të... Çfarë të intereson të pikturosh më shumë? Çfarë kishe dashur? Moderne, modele të ndryshme dhe po fustana. Po ti do na bëhesh edhe ndonjë dizajnere, e? E ki qejf të dyat? Po. Piktur, po normal që pikturon mirë. Mirë, ti kënaqesh këtu? Po, shumë. Me punën e mësueses si je shumë e kënaqur, Po. me siguri. Ja këtu një pikturë e bukur dhe një piktor e re. Dhe kjo piktore na quhet Arbesa Fazlio. Arbesa, që sa vite ti pikturon? Gati që 3-4 muaj. Të pëlqen? Shumë. A para saj ke pikturuar? Vetë, ndonjëherë? Po. Çka të inspiron? Çka kishe dashur më shumë të pikturosh? Po, natyrën, veshje. Veshje, wow, edhe ti ke qejf fustanë. Edhe ti si ndonjë dizajnere do dalish, me siguri.